Vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për caktuar masat e sigurisë ndaj zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke përfshirë pezullimin e ushtrimit të detyrës dhe ndalimin e daljes jashtë vendit, ka sjellë reagime të menjëhershme nga opozita. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Kazmen Bardhi, ka përshkruar këtë hap si një kontribut të rëndësishëm për llogaridhënie dhe transparencë, duke rikthyer kërkesën e opozitës për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ne do të qëndrojmë deri në fund, derisa shqiptarët të zhlirohen nga këto uzurpatorë të korruptuar. Shkarkimi menjëhershëm i Belinda Ballukut dhe dorëheqja e Edi Ramës janë e vetmja rrugë për të çliruar Shqipërinë nga sistemi i korruptuar qeverisës që është ndërtuar në këto 12 vite. Deputeti Klevis Balliu deklaroi se kryeministri Edi Rama po përdor drejtsinë për të hequr qafe Belinda Ballukun. Duke përdorur drejtsinë për të hequr qafe Belinda Ballukun, Edi Rama provoi edhe një herë se njeriu burracak nuk bëhet më trim, as kur është në majën e piramidës së pushtetit. Ai e trajtoi zëvendësen e tij prapa shpinës së të cilës kishte ngrënë dardha, si dëm kolateral, si një e keqe prej së cilës duhet të shpëtonte sa më parë, nga frika se ajo po e merr me vete dhe duhej larguar, jo nga ai, por kushdo tjetër me një qëllim të vetëm, shpëtimin e karrikes, pushtetit dhe kokës së vet. Reagimeve ju bashkua edhe kreu i Partisë Mundësia, i cili u shpreh se gjykata ka bërë atë që kryeministri Rama nuk arriti të bënte, duke marrë masa ndaj Ballukut. Ai theksoi se ky vendim duhet parë si një sinjal i qartë që askush nuk është mbi ligjin dhe se drejtësia është e pavarur përballë ndikimeve politike. She deklaroi se pas vendimit të gjykatës së posaçme, kryeministri Edi Rama duhet të jap dorëheqjen. Dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama e kërkoi edhe Arlind Qori i Lëvizjes Bashk.